Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç lajmërova, tani do të flasim për çmimet Oscar të vitit 2025, një event i botës së kinemas, eventi më i madh i botës së kinemas, që gjithmonë sjell emocione, sjell edhe surpriza. Ne këtë temë, siç thash, do ta diskutojmë me një mik të vjetër të televizionit Alsat, Vik Shpuzën, që ju besoj e njihni të gjithë, i cili është i apasionuar pas filmave, ka një dashuri të madhe për sa i përket filmave, por gjithashtu ka edhe një analizë unike për sa i përket edhe filmave apo edhe në fakt edhe çmimeve të Oscar që ishin para 2 ditësh. Me to do të diskutojmë për atë se si e ka parë ai gjithë vlerësimin e çmimeve Oscar. Përshëndetje Vik. Më dëgjon? Përshëndetje Ilmi. Po? Si je? Si jo. Mi, faleminderit. Desha të të faleminderoj fillimisht për ftesën në emision dhe të të përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë, faleminderit edhe ti që je pjesë që ndave pak kohë për të qenë pjesë e emisionit të ftesë në studio. Duke qenë se temë diskutimi këto ditë janë çmimet Oscar dhe ti si një sinefil, le të themi, një person i pasionuar pas filmave, besoj që je personi i duhur për të diskutuar pikërisht këtë temë. Si e sheh, duke qenë se tashmë mbaruan çmimet, u shpërndan çmimet të gjitha, si sheh, si e pa këtë edicion të çmimeve Oscar këtë vit, si ishte për ty? Fillimisht nuk e di a jam personi i duhur për të diskutuar për çmimet Oscar, por për shkak se nuk kam qenë gjatë gjithë jetës time, nuk është se kam qenë ndonjë fan si madh i çmimeve të Oscar, gjithmonë i kam parë si diçka që më shumë vlerëson glamurin dhe gjërat që janë të kapshme për masën se sa për artin e vërtet filmik, me raste të rralla kur bëjnë ndonjë huqje në aspektin pozitiv të fjalës. Por kjo nuk do të thotë që nuk e ndjek dhe nuk kam mendime të caktuara për organizimin, çmimet e ndara dhe çmimet jo të ndara apo huqjet që si zakonisht dhëmbin më shumë. Ka qenë, domethënë, në përgjithësi çmimet Oscar vazhdimisht shënojnë rënje në shikueshmëri, por edhe në interes, për shkak se jetojmë në botën e internetit dhe nuk është që Hollywoodi dhe çmimet Oscar kanë sjellë ndonjë risi, vazhdimisht japin çmime filmave të cilët nuk e meritojnë dhe ky kombinim i faktorëve ka bërë që të humbë në peshë si event. Përgjithësi është eventi më i madh i filmit në botë dhe shumë prej pjesëmarrësve ëndrrojnë që të fitojnë një statuetë të tillë. Këtë vit risi ishte udhëheci i çmimeve Conan O'Brien, që solli një parlloj frym pak më të lehtë në kuptimin e shakave që si zakonisht bëhen në këto evente drejtuar pjesëmarrësve. Ishte i pranueshëm deri në një niveli të themi. Sa i përket organizimit, kishte surpriza, kishte edhe çmime të cilat ishin tamam ajo që shprite edhe nga shikuesit, por edhe nga kritikët e filmit. Në përgjithësi, problemin që kam unë me filmin në vitin 2024 është që shumica e filmave kanë qenë jo në nivelin e dur, ose me një fjalë ka qenë një vit shumë i dobët në film. Me filmat të cilët, edhe me filmat të cilët kishin kapacitet jashtëzakonisht të madh, por që në fund për ndonjë shkak teknik apo mungesë realizimit në nivel të dur apo me një përfundim epilog të pakënaqshëm, nuk e arritën nivelin e të qenurit një film i mrekullueshëm i vitit që do e për shembull prezantoja ose do e sugjeroja me plot gojë. Pra po thua që po ndryshon mbase edhe kinematografia e Hollywoodit ka ndryshuar mbase ndër vite, apo? Ka ndryshuar sidomos për shkak se Hollywoodi është, edhe filmi në përgjithësi, është një industri që qëllim kryesor e ka shikueshmëri dhe audiencë dhe lekët që përfitohen nga këta fansa të filmit të themi, dhe për shkak të kësaj qasjesh, gjëja e parë që ka vuajtur nga kjo qasje kanë qenë filmat që nuk janë blockbuster filma që nuk janë me superheroj, filma që janë drama, filma që nuk është se
gëzojnë të kenë shikueshmëri shumë të madhe, po ku në fakt edhe gjejmë artin e vërtet të filmit. Ajo befasia kryesore e këtyre çmimeve ishte se çmimi kryesor për film më të mirë të vitit e fitoi pikërisht një film që konsiderohet indie. Në shprehja indie në terminologjinë e kinematografisë, do të thotë independent apo filma të pavarur, filma të cilët bëhen me shumë më pak buxhet se sa atë filmat që konsiderohen të atyre kompanive, korporatave të madha apo filma që quhen blockbuster me superheroj. Dhe kjo ishte një befasi e mirë, ishte për mendimin tim një çmim i merituar nga filmi Anora, për shkak se nga gjithë filmat ishte nuk është një film genial, është një film i bukur dhe argëtues, por nga gjithë filmat të cilat u nominuan ishte ndoshta më i kompletuari në një mënyrë. Dhe mendoj që e meriton të këtë çmim pak a shumë. Pra mendon se ka qenë base vlerësimi i duhur për sa i përket filmit, domethënë ai që e fitoi çmimin e parë, çmimin si filmi më i mirë. Mendon se kanë qenë sipas pritshmërive, si e ke parë mbase edhe më herët para se të jenë çmimet, mbase komentet e publikut, a kanë qenë këto pritshmëri apo ka pas mjaft surpriza për sa i përket edhe aktorëve, sepse aktoria më e mirë në fakt u zgjodh Mikey Madison, edhe pse me sa di është prit shumë që Demi Moore të zgjidhet si aktoria më e mirë në rolin kryesor. Pastaj është Adrian Brody, që ishte aktori më i mirë nga filmi The Brutalist. Si e sheh këtë vlerësim edhe për aktorët? Se përket filmin, mendoj që shumica pritnin të fitoj filmi The Brutalist, për shkak se filmat tradicionalisht që kanë diçka të bëjnë me Holocaustin, janë filmat të cilët korin sukses në çmimet Oscar. Donjëherë me të drejtë, shumicën e rasteve duke u zënë vendin filmave më meritor. Po kjo është ajo që është në Hollywoodi, është i tillë. Sa përket çmimeve, Mikey Madison mendoj që është një fituese meritore deri diku, edhe pse për mendimin tim roli më i mirë erdhi nga Emilia Perez, domethënë nga aktoria që luante Emilia Perez, domethënë ishte roli, po për shkak të ca tweeteve, komenteve që kishte bërë që ishin shumë fyese, raciste e homofobe, ajo nuk arriti ta merr këtë gjë për shkak se Hollywoodi i dënon gjëra të tilla dhe me të drejtë duhet të japim një mesazh me art, do të japim një mesazh gjithëpërfshirës dhe jo gjuhë të urrejtjes. Shumica mendonin se do ta merr Demi Moore, po për mendimin jo, domethënë Demi Moore u shty me ngulm nga ajo makineria e hype-it në Hollywood, që domosdoshmërisht të zgjedh një aktore të cilën e pëlqen dhe me kampanja, me propagandë ta shtyj ato drejt pozitës së preferuar të fitimit. Por që filmi në të cilin ajo luan është një filmat më të dobët që janë nominuar ndonjëherë në këtë kategori. Roli i saj është i mirë, po askund fare në nivelin e një roli që nominohet për çmimin Oscar. Adrian Brody padyshim ka qenë aktori më i mirë në një film që është i mirë, por që kishte një fund goxha të pakënaqshëm. Por ai, domethënë me rolin që u dha, ai bëri maksimumin dhe dha një performancë jashtëzakonisht të bukur. A kishte ndonjë aktor që mendon që u mbi vlerësua dhe u nën vlerësua, mbase aktor që ti ke menduar që do të marrë ndonjë çmim të mirë? Por është nën vlerësuar në fakt. Të them të drejtën, përveç Demi Moore'it që gjendet në atë listë për një film që nuk meriton të jetë në listë, mendoj që pak a shumë duke konsideruar që ka qenë një vit i dobët në film, nuk është që këto kategori kishin shumë pretendent për të zgjedhur ose për të manovruar. Kështu që duke pasur mungesë të performancave të bukura, të filmave të bukur, listat janë ato që janë, shpesh në fakt duke futur edhe nominime të cilët nuk e kanë vendin në kësi kategori. Por gjithsesi me atë, do të thonë, nëse për mendimin tim, nëse do jepej çmim meritor në kategorinë e aktores më të mirë, gjithashtu atje lart me Mikey Madison do të ishte edhe Fernanda Torres
e cila kishte rolin kryesor në filmin I'm Still Here, që ishte e veçantë për shkak se është film i Brazilit, që nuk është film në anglisht, por që mori nominim për shkak performancës së saj të fuqishme. Dhe nëse ju shikuesve ju intereson një film që është pak më ndryshe nga filmat tipik amerikan që na servohen, I'm Still Here, filmi i Brazilit që edhe kori suksesi, filmi më i mirë internacional, është diçka që domosdoshmërisht të paktën të jepni një shans ta shihni. Prandaj në fakt edhe unë prandaj edhe thira sepse ti the që nuk e dia jam kompetent për të folur për Oscars, unë mendoj që bashkë je sepse bën një analizë mjaft mirë edhe të filmave, një analizë mjaft unike, por që edhe mund të rekomandosh, besoj mund të rekomandosh edhe filma mjaft mirë siç bëre edhe tash. Mendon se edhe filmat që ishin të nominuar, ka pas filma që nuk është dashur të hyjnë në atë listë dhe a ka pasur bas edhe ndonjë film që ti ke preferuar, ke menduar që do të jetë i nominuar por nuk ka qenë fare i nominuar për Oscar? Të them të drejtën, filmi, si thash merë, filmi The Substance nuk e ka vendin aty, jo aty, për në asnjë listë të filmave të mirë, sepse ishte një film shumë eksploatues dhe kiq. Film i cili më ka habitur vitin e kaluar, për të cilin nuk prisja as pak më lë përshtypje të mirë, apo ndonjë përshtypje në përgjithësi, ishte filmi The Apprentice. The Apprentice është një film që prezanton jetën e Donald Trumpit kur ishte një fillestar në botën e biznesit, i cili, domethënë, karriera e tij në biznes i mundsohet nga miliona që i siguroi babai i tij në fakt, si dhe dhjetra miliona dollar që qyteti i New Yorkut i ia dha për të zhvilluar ekonominë e qytetit në një fjalë. Domethënë me shumë përparësi që asnjë biznesmeni tjetër nuk i jepen, e që sot ai një biznesmen i suksesshëm, ku në fakt shumica e gjërave Donald Trumpit janë falë nga familja, por edhe nga qyteti i New Yorkut. Filmi eksploron jetën e tij në këtë pjesë të fillimit të karrierës së tij, madje ka edhe skenën e përdhunimit të ish-gruas tij, fakt që shumë njerëz nuk e dinë, po në fakt ish-gruaja e tij e ka paditur atë për përdhunim në të kaluarën dhe me një lloj marrëveshje sigurisht monetare, ai arrin që t'ia mbyll gojën dhe që të tërheq atë pjesë të paditës. Po nuk është që njerëzit që duan të dinë gjërat nuk i dinë këto gjëra. Filmi është i mrekullueshëm për shkak se prezanton në mënyrë shumë fine atë trajektoren e një mashtruesi, se tregon se e ka nis karrierën e tij me mashtrime dhe prandaj sot është mashtruesi që kemi në botën, në atë skenën kryesore të politikës në botë. Domethënë, aktrimi është i mrekullueshëm në përgjithësi, por sidomos i aktorit kryesor. Rrëfimi është gjithashtu i mrekullueshëm dhe shumë informativ dhe është për të ardhur keq që nuk ka qenë në listën e filmave më të mirë të vitit të nominuar për çmim Oscar. Në vendin e The Substance do të ishte shumë lehtë i plasuar aty, por edhe më i mirë se gjysma e filmave të tjerë, padyshim. Mendon se ka të bëj pak edhe janë mbasi le të themi çështje edhe politike, pikërisht këto filma si ky film në fakt që ti e përmende, që këto filma nuk nominohen, nuk ju jepen më shumë zë. A ka të bëj mbasi edhe tek pjesa e vlerësimeve, mënyra se si nominojnë, a është shndërruar pak edhe në politike kjo? Në fakt është e kundërta në Hollywood. Hollywoodi tradicionalisht u ka dhënë shtytje filmave politik që janë kundër të djastës dhe ose edhe trendeve të prapambetura e kështu me radhë. Domethënë e kundërta, po arsyeja se pse The Apprentice nuk u nominua për çmim Oscar është për shkak se është një film që është bërë me shumë pak buxhet, që nuk e ka makinerinë që domethënë duhet të keni të qartë. Të gjithë filmat që nominohen kanë buxhet shtesë për reklamim, për kandidatur, domethënë është një makineri e sofistikuar e Hollywoodit që i shtyn disa filmat të cilët kanë buxhet, si zakonisht janë filmat që vijnë nga
kompanitë e produksionave që janë të njohura, me famë, me buxhet etj. The Apprentice nuk ka qenë ky film, ka qenë një film jashtëzakonisht indie, do të thonë kështu nga këto filmat independent, dhe nuk e ka pasur atë përkrahjen e nevojshme për të arritur për këtë nominim. A ka ndonjë regjisor apo aktor që ka spikatur këtë vite që mendon që mbasi në të ardhmen do të bëj boom, le të themi, do të jetë i nominuar dhe mbasi të marrë edhe çmime më të larta? Po, e gjithë bota në fakt pret që Denis Villeneuve të paktën të fitoj për ndonjë film të tij për shkak se është një regjisor i mrekullueshëm. Ai ishte i nominuar këtë vit për filmin Dune pjesa e dytë, që për mendimin tim nuk meritonte të jetë filmi më i mirë ose të merrte Oscarin për filma të mirë, por të shohim se ç'do bëjmë me pjesën e tretë të kësaj trilogjie, po edhe në të ardhmen me filma të tjerë, për shkak se si regjisor është i mrekullueshëm dhe ka atë guximin të ndërmarrë tema të mëdha e sfida të mëdha filmike që jo çdo regjisor mund t'i ndërmarrë, apo ka guximin apo dhe aftësitë për t'i realizuar. Shumë e vërtet. Vik, duke qenë se jemi nga fundi, a do të na bësh ndonjë rekomandim, sepse tash edhe gjatë muajit të Ramazanit ka njerëz të cilët rrinë deri në syfyre, mendojnë se çfarë filma të shohin, por edhe gjatë ditës për ta shtyr edhe ditën sigurisht. Është mbas edhe ajo periudha e filmave. Disa rekomandime për filma të cilat ti do thoje që duhet patjetër çdo kush t'i sheh. Kjo është ndërsa pyetja më e rëndë që ma ke bërë. Shkaku i vitit jo se nuk kam sugjerime, po nëse flasim për filmat e kësaj viti, do të thonë nga ato që ishin të nominuar, nëse doni film argëtues, Anora është numër 1 në këtë listë. Nëse doni film që të shkund emocionalisht e që është i rënd për tretje, The Brutalist është një film për ju. Pastaj nëse doni një film pak më sci-fi, Dune pjesa e dytë, duke patur parasysh ose duke pretenduar që e keni parë pjesën e parë, është gjithashtu një film goxha argëtues dhe vizualisht i bukur për fansat e zhanrit sci-fi. Emilia Perez është gjithashtu argëtues dhe filmin që përmenda pak para, The Apprentice, nëse doni të shihni diçka më ndryshe dhe të zburoni më shumë për karrierën e Donald Trumpit dhe si arriti në pozicionin që është. Faleminderit shumë për këtë rekomandime, por të pyes ndoshta nuk e dia mund t'i përgjigjesh kësaj pyetje, sepse unë të paktën çdo herë kam atë mendimin që s'mund t'i përgjigjem kësaj pyetje. Filmi all time favorite që themi ne, domethënë filmi yt i preferuar i të gjithë kohërave. Po, domethënë më është 10 vite të arrit deri në një përgjigje për këtë. Mënyrën unë se si shoh filmat është, domethënë, filmi im i preferuar që është komplet për zgjedhje subjektive, dhe kam filmin i cili mendoj që është arrirja më e madhe në kinematografi ndonjëherë. Ky është filmi i Stanley Kubrick, Space Odyssey 2001. Për mendimin tim është ky filmi arritja më e madhe filmike në histori, ndërsa filmi im i preferuar, me të cilën jam emocionalisht i lidhur, domethënë komplet për zgjedhje subjektive, është një film italian që quhet Non ti muovere, që në anglisht i bën Don't Move. Është një film i mrekullueshëm. Penelope Cruz aty jep performancën e karrierës së saj, një nga performancat më të bukura që një aktore ka dhënë ndonjëherë. Është jashtëzakonisht film i bukur, emocional. Në film Penelope Cruz është një gjysmë shqiptare, domethënë nënën e ka patur shqiptare. Është një film i dhimbshëm, me tragjedi, por gjithsesi film shumë i bukur. Nuk e pas kam parë, besoj që do ta shtoj edhe unë këtë në listë. Vik, faleminderit shumë për rekomandimet, faleminderit shumë edhe për këtë diskutim kaq të këndshëm. Kënaqësi, faleminderit për ftesën.